Në një kohë kur flitet gjithnjë më shumë për referendume dhe pavarësi në zona të ndryshme të botës, në Maqedoni është shpallur Republika e Iliridës. Ceremonia u zhvillua pranë përmendores së Skënderbeut në Shkup. Jo vetëm kaq, por kjo republikë tashmë ka edhe kryetarin e saj. Kërkojmë në mënyrë të domosdoshme ndryshimin e Kushtetues. Dhe nuk i kërcënohemi askujt, ne kemi 400.000 vota. Nëse Maqedonia tregohet e shurdhër, ne do të fillojmë me implementimin dhe me funksionimin e të gjitha institucioneve të Republikës së Iliridës në gjithë territorin. Territori i Republikës së Iliridës përfshin territorin historik shqiptarëve nga qyteti i Manastirit në jug deri në qytetin e Kumanovës në veri. Ky vendim vjen duke u bazuar në kërkesat e shqiptarëve për mos realizimin e të drejtave të tyre për dekada të tëra në Maqedoni. Halili kërkoi nga kryeministri Nikola Gruevski, që sipas shembullit të ish kryeministrit belg që dha urdhër në vitin 1970 që Belgjika të federalizohet, edhe Gruevski t'i jap urdhër parlamentit që të fillojë procedurën për federalizimin e Maqedonisë. Referendumi për autonominë politiko-territoriale të shqiptarëve në Maqedoni, apo e njohur si Republika e Iliridës, u mbajt në 11 dhe 12 janar të vitit 1992 si kundërpërgjigje ndaj referendumit për Maqedoninë e mëvetësuar, i cili u bojkotua atëherë nga shqiptarët për shkak të kushtetutës që ishte në disfavor dhe diskriminuese për shqiptarët.